Nëse jeni dakord, do të vazhdoj me njerë me shpalljen e fituesit, që është Yuya Ishibashi. Oja doli. Po, ai I fitoi. Nëse fitova, merita është vetëm e jotja. Po çfarë thua kështu? Unë në fakt nuk bëra asgjë. Më dëgjo. Do doja të falenderoja veçanërisht sepse më ndihmove të përballë të shkuarën time. Shikoni website-in nesër po e ndihni direkt ke të film serial në Bases do ta besosh, por edhe ti më ndihmove shumë. Përse, ke edhe ti një njeri që s'po e harron dot? Po, ashtu është. Dëgjoj, problemi im si yti është që jam shumë e lidhur me të shkuarën. Dëgjoj Rina, se di se çfarë të ka ndodhur, por e di se si ndihesh. Nëse më lejon kësajherë dua të të ndihmoj unë, më thuaj po. Si thua sikur të shihemi më shpesh? Jo, nuk është e mundur. Nuk më interesojnë as moda, as toaleti dhe as fustanet. As të dashur nuk dua të kem, më vjen keq. Lam të mirë, Rina. Sa keq më vjen, I shkriti djalë duhet të haroj edhe këtë kapitull të jetës së tij. Anon, s'duhet të përgjosh. Po si, pra, po ti çfarë po bën, moj?